Përshëndetje të dashur miq. Sot do të përgatis petulla me maja shumë të lehta dhe në përgatitje dhe në të ngrënë. Atëherë, për këto petulla kam 400 gram miell, kam 100 ml ujë dhe 80 ml i kam qumësht, i kam të përzira të dyja, po tek e njëjta gotë. Atëherë, tham 400 gram miell, 100 ml ujë, 1 kokë kërves, 50 gram sheqer, 80 ml qumësht që kam të përzirë. Tham bashkë me ujë, kam 10 gram maja, përdori mirëduk çaj me krip dhe 30 ml i kam vaj. Unë përdor vaj i ulliri, mund të përdorni çdo lloj vaji që ju keni dëshirë. Kemi vaj për skuqe dhe sheqer prur që do t'i spërkasim sipër. Këto janë përbërësit dhe do fillojmë. Tek mielli do shtoj sheqerin, sepse sheqeri vepron shumë shpejt me majan, e ndihmon që të veproj shpejt. Do shtoj majan, do shtoj mbezën, e rajnë pak fare. Do shtoj qumështin dhe ujin që kam në të njëjtin enë, i kam bashkuar bashkë, i kam vakur pak, nuk duhet të jetë uji i ftohtë. Do shtojmë vajin. I përzijmë shumë pak dhe në fund fare do shtojmë kripën. Atëherë shtojmë dhe kripën. Dhe do t'i përzijmë, si fillim do t'i përzijmë me pirun, derisa të shikojmë që nuk mundemi më që të punojmë me pirun, pastaj të fusim dorën. Dhe do ta punojmë brumin me dorë. Atëherë, brumin e kam përfunduar, është gati. Atëherë, ky është brumi që do formohet. Po themi as shumë i qullët i butë, po as shumë i fortë. Ky është brumi ton, do ta mbulojmë me një pecet dhe do ta vendosim në një vend të ngrohtë për 1 orë, 1 orë e gjysmë, ose sa të keni mundësi dhe po themi ju të filloni dhe të merreni me petullat. Po më shumë se 2 orë është mirë që mos t'i lëni, po themi. Tham, i mbulojmë dhe i vendosim në një vend të ngrohtë. Brumi ka ardhur. Do ta nxjerrim nga ena dhe do fillojmë ta hapim. Do shtojmë pak miell në sipërfaqen që ne do hapim brumin. Ta punojmë shumë pak. Dhe do fillojmë ta hapim me pec. Atëherë peci duhet jetë i trashë, sepse nuk është se duam që të bëjmë në një pet të hollë. Dhe do ta hapim, por tham jo pet të hollë. Do hapet një pet pak e trashë. Do shtojmë pak miell, nuk do ta lëmë që të na ngjitet. Brumin e kam hapur dhe me thik, po nëse dëshironi mund t'i preni dhe me forma, thjesht do t'i pres me thik. Do bëjmë shirita të gjata dhe pastaj do t'i presim në katrore. Shumë thjesht. Në këtë mënyrë. Në këtë mënyrë do presim gjithë brumin. Brumin e kam prerë të gjithin, e kam bën gati. Duke qenë që kam miell, nuk është se do ngjisim me njëra tjetrën. E vendosim afër sobës, mbushim tiganin ose një tenxhere që ju përdorni me vaj, do pak vaj të bollshëm, nxehim vajin dhe fillojmë me petullat. Do provojmë petullën e parë. Okej, them se vaji është shumë mirë. Do fillojmë do shtojmë disa petulla dhe do t'i lëmë që të bëhen avash avash.
avash vaj, nuk e duan shumë të ftohtë, duan goxha vaj të nxehtë, do të thënë që të kryen. Por nëse e shikojmë që vaji mbi nxehet, nuk po hedh më, që vaji mbi nxehet, atëherë ulim gradacionin e sodës. Janë skuqur nga njëra anë, i kthejmë nga ana tjetër. Në këtë mënyrë. Nuk është se duan shumë, bën shumë shpejt. E tham, nëse nuk shtoni shumë një herësh, nuk ka problem, bën më shpejt sepse nuk ulet temperatura e vajit. I lëmë dhe 1 minutë nga ana tjetër dhe i heqim. Ky është tigani i fundit. Petullat i përfundova, fikim sobën, i nxjerrim nga vaji. Nuk thithim fare vaj. Nëse shikoni letrën që kam kulluar petullat, ka kulluar shumë pak vaj. Atë petullat i kemi gati. Petullat kanë përfunduar, dalin super të shijshme dhe speciale. Unë i kam shtuar si për sheqer plur, mund t'i hani me mjalt, me reçel, me çfarë të dëshironi ju. Po dhe të thjeshta fare hanë super të shijshme. Provojeni se kanë për t'ju pëlqyer shumë. Ju bëf të mirë, miq të dashur.